Universiteti Polis është një shkollë e mjedisit ndërtuar, pra një institucion i arsimit lartë që trajton disiplina që kanë të bëjnë me mjedisin e ndërtuar. Dhe kërkimi që zhvillohet në Polis ka pikërisht lidhje direkte me këto disiplina ndryshme dhe për këtë shkak është dhe interdisiplinare. Interdisciplinaritet qëndronin në thelbin e programit doktoraturës, që është një program i përbashkët me diplomë dyfishtë me Universitetin e Ferrarës. Dhe mënyra se si kërkimi operon është që kërkues të ndryshëm identifikojnë probleme të ndryshme të mjedisit ndërtuar, qoftë në rrafshin e arkitekturës, planifikimit urban, mjedisit e të tjerë, dhe më pas këto tema trajtohen në një mënyrë interdisiplinare. Kërkimi në Polis është një proces i hapur dhe ne përpiqemi të vendosim disa parametra konstant, po nga ana tjetër përpiqemi të diversifikojmë tematikat dhe temat që studentët ose stafi akademik mund të trajtojë në kontekstin e disiplinave të mjedisit ndërtuar.